Okay. Faleminderit për prezencën, duke qenë se sot kryeministri I vendit mbledh grupin parlamentar, ne si qytetar të lirë, por edhe disa prej nesh si përfaqësues të Partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet, I parashtrojmë disa pyetje gjatë analizës që ai do bëj sot me deputetët dhe ministrat. Gjatë analizës që do bëj sot, kryeministri I vendit do mbaj përgjegjësi politike që në radhët e tij ka deputet, ministra, ish zyrtar të lartë të cilët hetohen apo janë nën arrest nga institucionet e drejtësisë. A do mbaj përgjegjësi për çmimet, për jetën dhe për shërbimet që qytetarëve shqiptar u mungojnë, për çmimin e karburantit I cili vazhdon të jetë më I lartë në Ballkan e nga më të lartët në botë, për pensionet të cilat I ka premtuar dhe nuk ka mbajtur premtimin që u ka dhënë qytetarëve shqiptar, për fermerët të cilët janë djegur, janë përmbytur dhe sërish nuk kanë marrë shpërblime dhe dëmshpërblime që u takojnë. A do mbaj përgjegjësi dhe si do e shpjegoj faktin kryeministri I vendit që ndërsa qytetarët përballen me varfëri, me papunësi, me largim të lartë, ai vazhdon ta cilësoj si një vit të suksesshëm për shqiptarët. Si do e shpjegoj faktin për miliona tendera publik që janë dhënë në formë të dyshimtë e shpesh vetëm me një ofertues të vetëm. A do flas sot para grupit parlamentar kryeministri I vendit për çështjen e inceneratorëve, një nga aferat më të mëdha korruptive në vend, për mesazhet e Belinda Ballukut e cila jep tendera me vetëm një mesazh, për Mirlinda Karcanaj dhe Ergys Agasin, të cilët tashmë nga hetimet po tregojnë që paratë e qytetarëve shqiptar I kanë vjedhur dhe her pas here po tentojnë të ushtrojnë presion dhe trysni edhe ndaj institucioneve të drejtësisë, duke I konsideruar vetë kryeministri si të paprekshëm. A do mbaj përgjegjësi Edi Rama për faktin që zyrtarët e niveleve të larta vazhdojnë të hetohen nga SPAK edhe pse ai vendos kufit e paprekshmërisë? Si e konsideron vitin e suksesshëm Edi Rama kur niveli I shqiptarëve dhe I të rinjve I profesionistëve që largohen nga ky vend vetëm rritet dita ditës? A do analizoj sot vetë kryeministri I vendit dhe qeveria e tij keq menaxhimin e fondeve publike, duke çuar në mungesë investimesh në shëndetësi, në arsim dhe në bujqësi? Si e justifikon Edi Rama përdorimin e kontratave koncesionare dhe PPP-ve, të cilat sipas institucioneve të drejtësisë, por edhe ekspertëve, kanë rritur barrën financiare për buxhetin e shtetit për dekada? Pas gjithë këtyre viteve qeverisje, Shqipëria përballet me mungesë transparence dhe administrata është e kapur. A do jap përgjegjësi kryeministri I vendit për atë çfarë I ka bërë vendi gjatë qeverisjes së tij dhe fakti që sot qytetarët shqiptar përballen me padrejtësi? Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, ne sot si qytetar të lirë, por dhe si përfaqësues të Partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet, qëndrojmë për krah deklaratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ato çfarë ka theksuar vetë sekretari amerikan I shtetit, që do përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së bashku ne qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Me anë të kësaj deklarate, me anë të këtij aksioni simbolik, ne I bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të rreshtohen krah drejtësisë, por dhe të reagojnë ndaj padrejtësisë. Prandaj me datën 17 janar, në orën 18:00 pasdite, I ftojmë të gjithë masivisht në shesh për të bashkuar kundër regjimit të hajdutëve, kundër atyre që nuk japin llogari, kundër atyre që nuk mbajnë përgjegjësi dhe për t'i dhënë kohën vetë qytetarëve të flasin. Duke konsideruar rëndësinë e luftës kundër narkotrafikut për të gjitha shtetet, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, për të gjithë botën, luftën kundër shteteve të lira, të cilat duan të jetojnë të lira në vendet e tyre, kemi gjithashtu një pyetje që I drejtojmë Edi Ramës. Duke konsideruar Shqipëri një port hyrëse të trafikut të drogës, sa vite ka që nuk është kapur asnjë sasi droge në Shqipëri, në vendin tonë? Është shumë e rëndësishme e gjithë pishtari I madh që ai mbajti për të mbrojtur Shqipërinë dhe për ta pastruar nga trafiku I drogës, të mbaj përgjegjësi sepse shtet ndërtimi ka të bëjë me përgjegjësi dhe transparencë. Sigurisht që në këtë vend ka shumë për të thënë, shumë për të reaguar. Ata që janë përmbytur në muajt e fundit duhet të pjesin veten, a duhet të çohen dhe të protestojnë përballë
kësaj qeverie, ndaj unë i ftoj nesër në orën 6 pasdite ditën e shtunë që të protestojnë. Ata që u largojnë fëmijët duhet ta pyesin veten a duhet protestojnë përballë atyre që u largojnë fëmijët për shkak të kapjes së shtetit. Ata që u prishën pronat përtej çdo logjike dhe përtej ligjit, dhe që sa herë kjo ndodh gjenden të pafuqishëm, duhet të pyesin veten a duhet protestojnë dhe të bashkohen. Ata që shkojnë në spitale dhe nuk gjejnë ilaçe, duhet të pyesin veten a mjafton të ankohen apo duhet të çojnë dhe të protestojnë. Ata të cilët përballen me tatimet dhe padrejtësinë e gjobaxhinjve që mbajnë uniformën e shtetit, duhet të pyesin veten a duhet të bashkohen dhe të protestojnë. Gjithë ata që janë çifte të reja, të cilat nuk e blejnë dot një apartament apo përballen me papunësi në këtë vend dhe detyrohen të ikin nga ky vend, duhet të pyesin veten a ja vlen të ikin pa luftuar për ta ndryshuar këtë vend. Ndaj të gjithë unë i ftoj të bashkohen ditën e shtunë në orën 6 pasdite, secili për problemin që mendon se në këtë vend nuk funksionon dhe duhet ndryshuar, përballë njeriu që është regjizori një sistemi që e ka vendosur narkotrafikun në qendër të kësaj republike, duke e kthyer në një republikë problematike për ne, por dhe për ata që ai kaq shumë problemi ka, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit.